Drejtuesit e lartë të kompanisë kineze BYD kanë shpallur të martën objektivin sipas të cilit firma kineze do të bëhet prodhuesi më i madh i automjeteve në botë brenda 5 vjetësh. Ky deklarim mund të jetë edhe një përpjekje për të qetësuar investitorët pas një rënjeje të ndjeshme të çmimit të aksioneve të kompanisë. BYD, e cila u rendit e 6-ta në nivel global në vitin 2025 me 4.6 milion automjete të shitura, hash si vështirësi në rikthimin e rritjes pasi shitjet e saj brenda vendit u goditën nga konkurrenca e lartë me prodhuesit e tjerë vendas. Aksionet e kompanisë kanë rënë më shumë se 45% nga kulmi i tyre në Hong Kong gjatë vitit të kaluar, ndërsa aksionet e saj të listuara në bursën Shenzhen kanë rënë me 33%. Duke folur në takimin vjetor të aksionerëve të kompanisë në selin qendrore në Shenzhen, drejtuesit e lartë të kompanisë kineze BYD kanë shpallur të martën objektivin sipas të cilit firma kineze do të bëhet prodhuesi më i madh i automjeteve në botë brenda 5 vjetësh. Ky deklarim mund të jetë edhe një përpjekje për të qetësuar investitorët pas një rënjeje të ndjeshme të çmimit të aksioneve të kompanisë. BYD, e cila u rendit e 6-ta në nivel global në vitin 2025 me 4.6 milion automjete të shitura, hasi vështirësi në rikthimin e rritjes pasi shitjet e saj brenda vendit u goditën nga konkurrenca e lartë me prodhuesit e tjerë vendas. Aksionet e kompanisë kanë rënë në më shumë se 45% nga kulmi i tyre në Hong Kong gjatë vitit të kaluar, ndërsa aksionet e saj të listuara në bursën Shenzhen kanë rënë me 33%. Duke folur në takimin vjetor të aksionerëve të kompanisë në selin qendrore në Shenzhen, drejtuesi i lartë i saj u tha gati 1000 aksionerëve se prodhimi i baterisë Blade të gjeneratës së dytë ishte pengesa kryesore për rritjen e këtij viti. Gjithsesi, ai shtoi me optimizëm se BYD do të bëhet vërtet prodhuesi numër 1 i automjeteve në nivel global. Për të arritur këtë qëllim, firma do të duhet të tejkalojë Toyota Motor, e cila shiti më shumë se 2 fish në automjeteve krahasuar me BYD në vitin 2025. Toyota ka parë që pjesa e saj e tregut jashtë shtetit të ulet në rajone si Azia Juglindore dhe Lindja e Mesme, ku prodhuesit kinesë të automjeteve kanë regjistruar rritje të konsiderueshme këtë vit. Eksportet e BYD midis janarit dhe majit u rritën me 65% krahasuar me një vit më parë me Brazilin, Britaninë dhe Australinë që renditen si tregjet e saj më të mëdha, të ndihmuara nga barrierat tregtare relativisht të ulta. Megjithatë, kjo rritje nuk arriti të kompensojë një performancë më të dobët në tregjet vendase, pasi shitjet e përgjithshme gjatë së njëjtës periudhë kanë rënë me më shumë se 20%.